Fakulteti i Ekonomisë i Universitetit të Luarasi ka zhvilluar leksionin e hapur me temë Bashkimi Evropian, zgjerimi dhe perspektivat e Ballkanit Perëndimor. E ftuar ka qenë Claire Gordon, pedagoge nga London School of Economics, një nga shkollat më të njohura në botë për politikat ekonomike. Doktoresh Gordon ka bërë një analizë lidhur me integrimin e vendeve në Bashkimin Evropian dhe të ardhmen e zgjerimit të këtij unioni, duke u ndalur edhe tek zhvillimet në Shqipëri dhe në vendet e tjera të rajonit. Kjo është hera e parë që doktoresh Claire Gordon vjen në Shqipëri, e ftuar nga Universiteti Luarasi, për të kryer trajnime me stafin akademik për kërkimin shkencor. This is my first time in Albania and I've come here as part of a new cooperation program. Kjo është hera e parë që vi në Shqipëri si pjesë e programit të bashkëpunimit lidhur me punën që unë bëj në London School of Economics, ku jemi të përfshirë në mësimdhënie për të krijuar ekselencën, sidomos në profesionin e të nxënit. Më përpara mendoj se akademikët ishin të aftë për të dhënë mësim, ndërkohë që ne i trajnojmë ata për të marrë më mirë me studentët. Kjo ka të bëjë me kurrikulat që ne ndjekim, me mënyrën e të menduarit, me mënyrën se si trajtojmë studentët, me nxitjen e kreativitetit duke i trajnuar ata për jetën profesionale që i pret. Unë shpresoj që ky të jetë fillimi i një bashkëpunimi që do të ndihmojë për krijimin e kapaciteteve në Shqipëri dhe veçanërisht në Universitetin Luarasi. Doktoresh Claire Gordon ka ardhur në Universitetin Luarasi për një cikël trajnimesh që do të bëjë me pedagogët dhe stafin e Universitetit Luarasi për të rritur kapacitetet për sa i takon kërkimit shkencor. Siç e dim, në Shqipëri mungon qartësisht lidhja midis mësimdhënies dhe kërkimit shkencor dhe nëpërmjet këtij bashkëpunimi ne mendojmë që Universiteti Luarasi do të ketë si në Fakultetin Ekonomik ashtu edhe në atë të juridik do të ketë aftësinë dhe kapacitetet për të dhënë një mësimdhënie tek studentët të bazuar edhe tek kërkimi shkencor edhe tek mësimdhënia. Doktoresh Gordon do të vijojë trajnimet me stafin akademik të Universitetit Luarasi gjatë ditëve të ardhshme, duke dhënë kështu një vlerë të shtuar për pedagogët dhe studentët e këtij universiteti.